Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren Petrit Kryeziu tha të premten se 109 persona janë ndaluar për 48 orë në ndyshimet për keqpërdorim të votave të zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit. Autoritetet thanë se të ndaluarit janë kryesisht komisioner dhe në mesin e tyre ka edhe familjar të kandidatëve për deputet. Ata dyshohen për falsifikim të rezultateve zgjedhore, presion dhe kanosje dhe për dhënie dhe marrje të rishfetit. Gjatë një konference për media, Kryeziu tha se i gjithë manipulimi ka ndodhur në qendrën komunale të numërimit dhe janë prekur votat e kandidatëve për deputet. Sipas tij, një manipulim i tillë nuk ka mundur që të ndodhë pa një kompromis mes komisionerëve të 4 partive më të mëdha politike. Do të ishte e pamundur të ndryshoheshin të gjitha këto vota, po të mos kishte kompromis të gjithë komisionerëve, atyre që kanë qenë të deleguar nga 4 partitë politike më të mëdha në Kosovë, sepse sistemi është i tillë që komisionerët në një mënyrë janë mekanizëm kontrollues, tha Kryeziu. Sipas tij, vetëm një vend votim apo një klas ka dalë që nuk i ka pasur votat e keqpërdorura, teksa numri i votave të falsifikuara për një kandidat ka arritur në mbi 6.000. Po flasim për komunën e Prizrenit, që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota, pra diferenca totale e keqpërdorimeve është 68.017 vota, tha Kryeziu. Nga prokuroria thanë se tani kanë edhe komisioner që kanë bashkëpunuar me ta dhe u kanë treguar autoriteteve se si kanë ardhur presionet se kush ka dhënë rushfet. Për këtë rast asnjë nga kandidatët për deputet nuk është intervistuar, pasi prokuroria në Prizren tha se nuk ka prova ndaj tyre. Ata megjithatë mund të ftohen në cilësinë e të dëmtuarve, tha kryeprokurori Kryeziu. Nga policia e Kosovës thanë se ky është një ndër aksionet më të mëdha të realizuara dhe është aksioni me numrin më të madh të ndaluarve në rajonin e Prizrenit. Për shkak të numrit të lartë të ndaluarve, disa prej tyre janë dërguar edhe në qendrat e ndalimit në Prishtinë. Ky aksion i prokurorisë vjen pas dyshimeve se ka pasur manipulime të mëdha me vota, veçanërisht brenda subjekteve politike në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Kjo madje detyroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ta nisë rinumërimin e plotë të votave, i cili është duke vazhduar tash e disa ditë. Në fillim të muajit, komisioni gjeti mospërputhje në votat për kandidat për deputet, pas një hetimi fillestar dhe më pas zbuloi gjatë rinumërimit të pjesshëm se dallimet në vota ishin të mëdha. Sipas saj, prokurorët filluan të mblidhnin të dhëna lidhur me dyshimet për manipulime të mundshme me vota, ndërsa komisioni e shkarkoi përfaqësuesit politik në komisionin e vet komunal në Prizren. Në Kosovë manipulimi i votave është vepër penale e dënueshme me burgim. Megjithatë, së voni organizata jo qeveritare Çohu e publikoi një ulëmtim që tregoi se mbi 90% e rasteve për manipulime zgjedhore përfundojnë në dënime me kusht ose gjoba.